Të dashur dëgjues, po shoqëroheni me emisionin Era Ramazan. Jemi në ditët e fundit të këtij muaji të begatë dhe sonte kemi kënaqësinë të flasim për një natë të jashtëzakonshme, një natë që vlen më shumë se 1000 muaj, natën e Kadrit. Mysafiri ynë i nderuar për këtë mbrëmje është Hoxh Ibrahim Sulejmani, imam në xhamin Bilikbash në Llopat, i cili do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë vlerën e rëndësinë dhe dobinë e kësaj nate të bekuar. Përshëndetje Hoxh Ibrahim dhe mirë se na vini në këtë podcast. Selam aleikum Hoxh. Selam aleikum. Mirë se na erdhe. Falënder. Si po kaloni me këtë Ramazan? Mirë, alhamdulillah. Keni angazhime bajagi ju? Po sigurisht është muaj angazhime dhe muaj i adhurimeve, muaj i lodhjes, sakrificës dhe çka ta quash vërtet ja vlen ky muaj që ja vlen. Të lodhemi për të se po ja vlen. Se vapet edhe dobit do t'i shohim më vonë. Padyshim. Patjetër. Ne juftuam qëllimisht pra që të flasim pak për natën e Kadrit, për vlerën e kësaj nate, një natë që ka shumë vlerë në Islam. Madje njerëzit japin në Ramazanit epitetin muaj i shenjtë, kur e dim se nuk është muaj i shenjtë, se 4 muaj i shenjtë janë tjerë, po është një muaj i bekuar. Mirëpo do të kisha thënë se natën e Kadrit ndoshta e mban titullin shenjtë. Për shkak vlerës, rëndësisë, mbi gjitha vlera kryesore është se këtë natë ka filluar zbritja e Kuranit. A mund të na tregoni se çfarë është nata e Kadrit, edhe pse në realitet ka një vlerë kaq shumë të madhe? Allahu dhul Jalal me madhninë e tij ka ditë se çka ka nevojë njerëzimi padyshim për të ecë jeta drejt çish Allahu ja ka dhënë jetës epitetin e plot jetë, të qenurit jetë, nuk do në fjalë se edhe neve si krijesa më e përsosur dhe më e dashur e Zotit, kur neve ju nënshtrohemi asaj që Zoti e ka servu dhe e ka përgadit për njerëzit në këtë jetë, në këtë botë, padyshim janë ligjet dhe parimet e Allahut, që ai u ka servu njerëzve përmes profetëve të tij, alayhimus salatu wassalam, që i ka dërguar tek njerëzit, e më të fundit Muhammedin alayhis salatu wassalam, të cilin e zgjedhi për këtë ummet, për këtë popull deri në kiamet, e që ka qenë një dhunti e Zotit për këtë ummet padyshim, edhe për njerëzimin, të cilët e përcjellin dhe ndjekin rrugën e tij. Ati ja dha dhe zgjodhi librin më të përsosur, më të përkryer, më të dashur, më të garantuar Allahu dhul Jalal, Kur'ani Kerimin, të cilin e zbriti në natën më të veçantë, e cila është nata e Kadrit, për të cilën sonte po flasim. Natë e zgjedhur nga ana e Zotit, çka padyshim Allahu dhul Jalal këtë natë e dalloi ndër të gjitha natët e vitit. Ndërto Allahu që e ndaroi këtë natë dhe e zbukuroi këtë natë, e hjeshoi dhe ja dha vlerën e plot të quajtur natë e Kadrit, që filloi zbritja e Kur'anit Kerimit deri te Muhammedi alayhi salatu wassalam. Pra prej Lauhi Mahfuz, do thotë që është pllaka ruajtur, do thotë atë deri në qiellin e parë. Në qiellin e parë gradualisht deri te pejgamberi alayhi salatu wassalam. E gjithë kjo ka qenë në natën e Kadrit. Kjo është një natë padyshim se natë e veçantë nga gjitha natët e vitit që tha, edhe natë e begatshme, natë me shumë vlera edhe shumë mirësi, padyshim se këto mirësi Allahu dhul Jalal ja dha Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe popullit të tij. Nga ana tjetër, zbritja e Kur'anit Kerimit në këtë natë, gjatë kësaj nate, është një ndodhi historike në historinë e njerëzimit. Diçka që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë asnjëherë. Atëherë caktohen gjërat për një vit. Çka? O thotë Gjibrili alayhi salatu wassalam, kur do të vim atje se Allahu me përfundimin e zbritjes së Kur'anit Kerimit, kontaktet e Gjibrilit alayhi salatu wassalam me tokën janë vetëm se një herë
në vit. Ajo, ku është? Nota e Kadrit, padyshim. Paraprakisht, do të thotë gjatë zbritjes së Kur'anit ka qenë lidhje çdo herë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, që i ka zbrit sipas nevojës për 23 vite. Po. Nuk ka qenë që ka zbrit vetëm se natën e Kadrit, mirë po, ka zbrit sipas nevojës që Allahu dhul Jalal e ka parapasur se duhet të zbret me versete, me ajete kuranore, me Kur'an, deri te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kurse me përfundimin e Kur'anit, zbritjes së Kur'anit, Xhibrili alayhi salatu wassalam, lidhja e tij me tokën, do thotë ka qenë edhe është deri në kiamet do të jetë vetëm se një herë në vit, edhe ajo është nota e Kadrit. Me lajket, do të sa është numri i melajkeve, Allahu e din më së miri. Po padyshim se është i madh. Është kjo natë e mbushur plot me mirësi, për plot me begati. Është një bazament që do të thotë ngritet çështja e jetës. Edhe ajo është zbritja e Kur'anit. Kur thuhet për shembull se ka filluar zbritja e Kur'anit, disa thonë ka filluar zbritja e Kur'anit. Ka disa mendime se thonë se Kur'ani nga Leuhi Mahfudhi, nëse e kam thënë mirë, nga pllaka e ruajtur mirë, do të thotë ka zbritur komplet në qiellin më të afërt. Pastaj është zbritur Muhamedit alayhis salam varësisht nga sebepet, nga ato që kanë ndodhur. Mirë po e përmendet se është edhe nata e përcaktimit, që do të thotë se Xhibrili alayhis salam, ndoshta në natën e Kadrit, nuk e di unë, ndoshta në natën e Kadrit vjen me regjistrin e përcaktimeve për të gjithë njerëzit. A është kjo për një vit që përmende? Padyshim. Përcaktimi domethënë me atë kaderin Allahu që cakton brenda një viti. Do thotë aty bëhet fjalë çështja e jetës, çështja e vdekjeve që ndodhin, çështja e caktimeve të tjera në jetë, çështja e rrezikut, do thotë gjithçka që ka të ndodhë për një vit. Edhe po merr kuptim duaja Muhamedit alayhis salam. O Allah, thotë Recep Shaban, të kalojmë këtë Shaban edhe na mundso që ta arrim edhe muajin e Ramazanit. Pse se çdo vit do të thotë për neve përcaktohet a do të jetojmë ose nuk. Padyshim. Unë besim. Asi që përmendëm edhe më herët, kjo natë e veçantë ka edhe disa shenja, do të thotë dritë e veçantë, moti i qetë dhe luqe të shtuara. A mund të na shpjegoni disa nga shenjat e kësaj nate dhe mënyrën më të mirë për të kaluar atë në adhurim? Padyshim se Allahu dhul Jalal me madhninë e tij ka dhënë simptome dhe shenja për këtë natë. Mirë po, jo të gjithë njerëzit, bëhet fjalë të besimtarët mund t'i vërejnë. Absolut. Jo. Mirë po, pa njerëzit tash, sidomos kohën e sotit që jemi të ngarkuar shumë me jetën dhe angazhimet e jetës, se nganjëherë dhe habitemi, do thotë vëmendjen do thotë nuk e kemi sa duhet të plot aty, por ata të cilët janë ata të bekuar që mund ta vrejnë ata. Padyshim, Allahu dhul Jalal, pra njerëzit i bën që të dallohen ata me veprimet dhe punët e tyre që veprojnë. Prej shenjave që dietarët islam kanë folën se nata e Kadrit, do të thotë ka simptome dhe shenja, ndërto është natë e kthjellët, natë e ndritshme. Edhe pse hana, do të thotë kjo është në fundin e muajit, edhe hana është e hollë. Në harxhim. Në harxhim si thotë. Atëherë logjikisht nuk është që duhet të jetë terr. Nuk ka dritë, mirë po, nga ajo që zbret Xhibrili dhe me lajket e shumta, po, do thotë e që ata me lajket janë dritë, që janë të krijuara nga drita, prej nurit, që thojmë, shkaku i asaj që është natë e ndritshme janë me lajket ku ju prin Xhibrili alayhi salatu wassalam. Është natë e qetë, është qetësi. Këtë natë keni pa sigurisht keni çdo kush i has gjatë natës kur dalim ose jemi jashtë apo jemi në udhtim që kur je jashtë vendbanimit
yjet shihen më shumë. Po, më mirë Po, shihen. po, më shumë Për yje. shkak mungesës së dritës së qyteteve atje është më herët të shihet. Ndodh që nga një yll Të bie. të bjen gjuhën. Ato janë Zoti ka treguar edhe për këto Gjuhën se shejtanit, po, po. gjuhën. Në këtë natë neve dim se gjatë muajit të Ramazanit prangosen Po. ato. Mirë po, në këtë natë nuk ka të gjuajtme. Absolut se janë në prezent në qiell Numri i madh i me lajke. Gati në çdo pëllëm të qiellit do të sigurisht, ka me lajke. Po. E për atë, do thonë nga vetit edhe veçoritë e kësaj nate, është natë jo e nxehtë as e ftohtë shumë. E freskët. E freskët, po. Mesatare. Po. E ka ashtu, kur dhe prej shenjave, kur kalon kjo natë, është të nesërmen kur lind dielli. Kur lind dielli neve na ka ndodhur që ta shohim shembull diellin kur lind dhe del, që del edhe shkëlqen, do thotë jep rrezet. Po, lind Mirë po, dritën e në madhe. natën ka dritë të nesërmen, Në mëngjes. në mëngjes, atëherë atë shkëlqim nuk e ka dielli sikurse ditëve tjera. Do thotë nuk ka rreze. E prej dietarëve thonë se shkaku prap i shumë numrit të madh të me lajkeve, do thotë pengohen ato rreze Pa. dhe dielli del, do thotë me një ngjyrë ndryshe nga ajo edhe pa rreze. Po. Këto janë disa prej shenjave. Vazhdo Zoti inshallah arrim këtë natë dhe sevapin e kësaj nate. Inshallah. Padyshim. Përse njerëzit gjithmonë fokusohen në natën e 27, kur dihet se në hadithet Muhamedit alayhis salam përmendin edhe 10 netët e fundit të Ramazanit, po sërish netët tek. Si ta gjuajmë apo ta qellojmë këtë natë? Ka ndonjë mënyrë të veçantë për ta zënë këtë natë, siç i themi ne, me zënë natën e katërt? Po. A ka ndonjë mënyrë? Mënyrat Në realitet kërkoj ndjes. Se mund të japësh një sqarim pse 27 veçohet. po, Se edhe. ka dhe argumente për 27. Sigurisht, ekzistojnë argumente, sidomos edhe prej sahabeve, Po. prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë ndarë mendimin se ajo është vetëm nata e 27. Po. Thotë që është Ubej ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu, Po. prej sahabeve, ai ka pas mendimin se është nata e 27. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka përcaktu. Që do thotë kërkojeni në 10 e fundit Të Ramazanit. Pra të Ramazanit, po 10 netët e fundit. E tash sidomos në netët tek prej 21 deri 29. Imam Shafiu rahmetullahi alayhi e ka një mendim që thotë se nëse ndodh që nata tek tjetë shembull se me kalendarin islam, Hënor, po, hënor, nata është para ditës. Po. Nata vjen para ditës. Se Zoti në Kur'an sa herë kur i ka përmend ditën edhe natën, e ka përmend Njerë natën, pastaj ditën. Para e ka përmend natën, masanej ditën. Garant ka do një po, urtësi të madhe këtu. Urtësi se në thotë fillon me nata, masanej dita. Imam Shafiu thot, rahmetullahi alayhi, se nëse ndodh që nata tek të ndodh e gjuma prama që shtojmë ne, e ejte, në nesërmen e gjuma, thot, ajo është nata e kadrit. Ishte? Nata e 21. Ishte? Nata e 21 ka qenë. Ishte, nuk e dia i ka pas alametet e natës së Ne kadrit. nuk e kemi, Se kemi vrejt. Ku ishte më herët, Po. që tham njerëzit, në thot, a e hetojnë, apo a e din, apo a e shohin, apo a e përjetojnë, që neve na ka kaluar dhe s'na ka shku mendja. Po me lutje të shtuara. Pa dyshim, shiko. Neve, Allahu dhul Gjelal, mas andaj do të edhe pak sqarim, pse 27-ta. Po. Tash, surat kaptina inna anzalnahu fi lejletil qadr. Lejletil qadr. Shprehja lejletil qadr, do thot në këtë ajet përmendet njëherë. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Mas andaj, çka vjen?
Lejletul Qadri. Khairun min alfi shahr. Po, edhe një herë, Lejletul Qadri përsëritet. Khairun min alfi shahr. Jo, më fal. Wa ma adraka ma Lejletul Qadr. E dyta. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Sa herë po përsëritet? 3 herë. Shprehja Lejletul Qadr a disa shkronja ka? 9 shkronja ka. Do thot 3:27. Edhe tek. Po, jo tek. 9 shkronja, 3 herë përsëritet, 3 herë përsëritet, ka 9 shkronja, bën 27. Do thot aludimi matematik. Apo gjithçka matematik po del tek. 3 edhe 9 tek. Po, ajo përputhen. Është fjalat e 27-ta. Pse 27? Ata që kanë mendimin se vetëm të 27 ndodh. Do thot 3 herë ka 9, 27. Atje selamun hiya. Paq. Ajo. Kush hiya? Kush ajo? Nata. Fjala hiya është fjala e 27 në këtë kaptin. Mrekulli. Subhanallah. Do thot dietar ato që po sigurisht, do thot që përkrahin mendimin se është vetëm nota e 27 e kanë bërë këtë matematik, do thot 3 herë përsëritet shprehja Lejletul Qadr ka 9 shkronja, 27 shkronja. Edhe fjala shprehja hiya, ajo e cila është në radhë, po që bëhet fjalë për natën e Kadrit, është në radhë fjala e 27 në kaptinën Inna anzalnahu. Para se të shkojmë me një pyetje besimi, unë dua që të ndërhyj edhe këtu me një pyetje tjetër. Po gjë zakonisht ne dim se sipas hadiseve të Muhamedit alayhis salam, edhe transmetimeve që i kanë transmetuar dhe sahabët edhe shumë të tjerë, në ditën e xumë është një çast kur Allahu i pranon duat. Në këtë kohë është një çast tjetër ku i pranon Allahu duat. Në një çast tjetër i ka pranon Allahu duat. Tash, a është në natën e Kadrit një çast apo e tërë nata është për shembull nata e Kadrit ku pranon duat? Se njerëzit mendojnë se duhet ta kërkojmë edhe tash mos po e qellojmë gjithë natën, duhet me ne të zgjuhet edhe mos po e qellojmë. Shiko, tash shembull ajo edhe këtu pak te matematika po dalim. Që Zoti ashtu e ka thonë khairun min alfi shahr. E cila do thot është ma e mirë, ma me vlerë, ma që ka çmim dhe vlerë ma shumë se 1000 muaj. Numri 1000 këtu. Po, tash. E lexova unë një koment para 2 ditëve për këtë punën e 1000 muaj. Tash 1000 muaj. I tregova bile besim. Po pak më herët por shndrojmë në vite, dikon kanë llogarisë 83 vite e ka përmuar një jetë e njeriu. Po, sigurisht. Prandaj ky ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, të cilin Allahu dhul jalal e ka ngritur shumë. Tham me zbritjen e Kur'anit, me atë që ju ka dërgu profetin më të dashur të tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, nata e Kadrit, dita e Arafatit. Tash çështja e namazit edhe tjerat. Kur të shohish jetën e këtij ummeti, është jetë e shkurtër. Përderisa profetët më herët, dikush prej profetëve është para lajmëruar se do të vjen një popull atje në fund, para përfundimit të botës, do të kenë jetën mesatare atyre do të jetë 60-70. Për to ka qenë, do të thotë, shumë pak diçka. Edhe kanë thonë që sikur tisha qenë unë në atë kohën e tyre, shtëpinë do ta ndërtoisha te varrezat. Aq shkurt. Mirë po, bereqetin të cilin Allahu dhul jalal ja ka dhënë këtij ummeti, absolut asnjë ummet nuk e ka gëzuar. Ashtu. Po, me një natë, do thotë, për kushtim, adhurim, nënshtrim ndaj Zotit, Allahu ta jep që ti të fitojsh sevapin e 83 viteve adhurim ndaj Zotit. Namaz, istighfar, lutje, tasbih, dhikr, Kur'an, pa marrë parasysh krejt leximi i Kur'anit. Këto të shkruhen edhe të regjistrohen te Zoti, do thotë sikurse ti atë adhurim e ke bën me vazhdimsi 83 vite. E prandaj thonë që ai i cili arrit sevapin e natës së Kadrit, arrin atë shpërblimin e natës së Kadrit, pra është që
nëse ka arrit 10 vite me radhë, atë sevap. Herë 830 vjet. Po, 830 vite. Adhurim, në shtrim, për kushtim ndaj Zotit. Nëse arrin 20 vite me radhë, 1600 sa vite atje. Ke lanë sande pa gjumë. Vallahi, ja vlen. Thuhet pejgamberi alayhi salatu wassalam, o thot këtë 10-shin e fundit, o thot shtratin, po, i kanë shtrëngu. Po, ata janë kanë tjerë njerëz, po, vash Zoti inshallah të na forcon edhe neve e të arrijmë. Po. Shej, tash para se Besimit parashtoj një pyetje, si thash Besimit më herët, tash kam e bombardu hoxhën me disa pyetje, të cilat nuk i kemi këtu në itinerar, mirë po, nuk është problem. Numri 1000, unë e lexova në koment se arabët në atë kohë kanë njoftur numrin 1000, mbi numrin 1000 nuk kanë njoftur. Domethënë ai 1000 ka qenë numri më i madh që është. Edhe një koment ishte interesant se nuk është, do të thotë, edhe pse Zoti e ka përmend numrin 1000 elfi shehr, shembull, prap limitimi apo kufizimi është shumë më i madh se sa numri 1000. Mund të ketë milion, 1 milion muaj, 1 miliard muaj, pse? Se para arabët në atë kohë ku ka zbritur Kur'ani, numri 1000 ka qenë më i lartë, më i madh. Sigurisht. A ka ndonjë koment këtu? Zoti Allahu më thotë edhe Kur'anin që e ka zbrit, e ka zbrit sipas gjuhës së popullit. Po. Mirë po, padyshim se Kur'ani është në nivelin më të lartë të gjuhës arabe. E vërtetë është. Po. Madje ka te kalu këtë problematik shembull Kurani për të njerëzit, pse se ka përmend për shembull 50000 muaj në një vend tjetër, duket, ha? Po. Është e përmendur Kur'an 50000 muaj? Jo, është 50000 vite. 50000 vite. 50000 vite. Nga ajo që ju i llogaritni. Po. 1000 vite të Zotit, pastaj edhe 50000 vite të Zotit, domethënë. Do thotë numri 1000 ka kalu. Po. Interesant. Kjo është edhe mrekullia. Se ata e kanë njohur veç numrin 1000, mirë po Allahu ja ka thënë 50000 vite numrin. Masandej, Po. Gjithmonë kur të shihni se kur dëgjoni shembull nga Kur'ani, inna ne Allahu flet për madhështinë e tij. Po. Nuk ka thonë ana unë. Po. Po ne. Do thot kjo shembull inna a'tainaka. Inna anzalnahu. Glorifikim. Po. Madhështi i Zotit, domethënë, për vetveten në këtë rast. E kjo nën kupton se diçka shumë madhështore. Po. Shembull inna anzalnahu. Do thot Kur'ani është kemi zbritur. Po. Por Kur'anin flet Allahu. Do thot Allahu e ka zbrit. Inna a'tainaka. O Muhammed, neve ty të dham për Kauthairin atje. Nga ana tjetër inna nahnu nazzalna dhikra. Prap flet për Kur'anin. Neve e kemi zbrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. Çfarë diti se çfarë është? Nata e Kadrit. Keni ndëgju se Allahu thotë wa ma adraka? Forma pyetësore këtu është. Po, ama ka forma tjetër është wa ma yudrika. Gjuhën arabe. Gjuhë arabe është deti. Jo deti, oqean. Unë e limitove, e shkurtova. 12 milion fjali ka. Këtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa ma adraka, kur I thot Zoti. Edhe çka të ka bë, ty të dish. Shtë bëri të dish. Po, shtë bëri të dish. Do më thonë, nga kjo nënkuptojmë se pejgamberi alayhi salatu wassalam diçka ka ditë, mirë po diçka shumë më shumë tjetër nuk ka ditë. Po, që Allahu pjesë vogël. Po, pjesa e vogël ka qenë se e ka ditë se I ka zbrit Kur'ani kur I ka ardhur në shpellën Hira. Po. Masanej inna anzalnahu nuk ka zbrit atë, ka zbrit shumë më vonë. Po, pejgamberi e ka ditë, do thotë, ka jetuar me atë, e ka përjetuar zbritjen e Kur'anit. Edhe ka qenë, kur ka zbritën nata e Kadrit, mirë po s'ka ditën për atë natë. Po, ka ditë se I ka zbritën qatë natë edhe, u kri. Mirë po, për vlerat dhe mirësit dhe ndodhit, çka ndodhin në atë natë, nuk e ka ditë. Do thotë, diçka ka pas, po shumë çka nuk ka pas qarume. E masandej, Allahu ja ka sqaru. Lejletul Qadri, khejrum min 1000 shahr. Nata e Kadrit, ma e vlefshme se 1000 muaj. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu. Çështja e dytë, zbret Xhibrili, pra me shpirti Xhibrili këtu,
me melajket. Min kulli am. Selamun hiya. Hatta matla'il. Paq. Do thot krejt këto sende si ka ditë pejgamberi alayhis salatu wasallam. Mirë po, Allahu ja ka sqaruar. Wama yudrika. Diçka për të ardhmen. Pejgamberi nuk din. Kto ka ditë diçka ka ditë, ama shumë që nuk ka ditë. A kur i thot Allahu pejgamberit alayhis salatu wasallam, wama yudrika në ajete tjera po, o Muhammed, çka të ban ti të dish, do thot nuk e din të ardhmen. Këto pak një sqarim i vogël për këtë. Vazhdojmë me pyetjet pasi kohën edhe kemi në limit. Përmendet një natë që është më e mirë se 1000 vjet adhurim. Çfarë mund të na thoni për mundësinë që kemi ne si besimtarë në këtë natë për të kërkuar falje dhe shpëtim? Padyshim se këto momente neve duhet të shfrytëzojmë mundësisht të japim maksimumin për atë çka duhet të shfrytëzojmë kohën nga adhurimet të ndryshme, falja namazeve, falja teravive, falja namaz nafile, lutje të ndryshme, lexim Kur'ani që ka fjala, prej lutjeve që preferohet edhe është udhëzim profetik i pejgamberit alayhis salatu wasallam. Shpesh të thuhet. Po. Aisha radiallahu ta'ala anha, bashkëshortja e tij, nana e besimtarve, e pyet, o i dërguari i Allahut, thot, nëse e arrim këtë natë, çka na sugjeron që me çka na sugjeron neve që të drejtohemi Zotit dhe ta lutim atë? Pra shprehja në arabisht thot, thuani Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot, ti e falës, padyshim se nga cilësitë e Zotit është që Allahu është falës. E don faljen, më fal mua. Tash gjuha arabe, prap po themi, atje po kthehemi ku ishte më herët, se në gjuhën tonë, gjuhë të ndryshme, adekuat fjalë, shprehje të fjalës el afu, në gjuhë shqipe nuk ka. Po tash një sqarim pak që ta kuptojmë se çka edhe Allah më gfirli, o Zot më fal mua. Po. Edhe, do më thonë, fa'fu anni, edhe Allah më gfirli, do thot, në gjuhën shqipe njëjtin përkthim ja japim. Po, mirë po, në arabisht është diçka tjetër. As nuk i afrohen. Çka është shembull? Allahu më gfirli, o Zot më fal mua. Do më thonë, ti lutesh që Allahu të të fal. Në këtë rast, aty nuk dihet, ne jemi mëkatar, kemi mangësit, meta, gabime, lëshime, boshllë që sa të lypish, mirë po, është që e jona kërkohet që të kërkojmë të Zoti na fal. E tash bëhet këtu fjalë se Allahu mund të fal, mirë po, ai gabim mbetet i regjistruar. Nuk mund të fshihet. Ja, do të thonë mbetet i regjistruar. Gozhda hiqet më vrima jetë. Bashkë kështu është. A kurse shlyerje e të shly. Apo. Ajo el afu, do thotë me të shly, do thotë mos me as me regjistrim. Po, kjo është. As regjistrim. Lutje që është diçka lutje perfekte e që Allahu e don atë. Padyshim, edhe me ibadete të ndryshme, të lloj-llojshme, çka vërtet kanë peshë dhe vlerë. Do të dallojnë lutjet për shlirjen e mëkateve dhe faljen e mëkateve. Po. Po nisa ata të cilët nuk e dinë, domethënë në gjuhën arabe mund ta thonë edhe në gjuhën shqipe. Padyshim Allahu i kupton të gjitha gjuhët. O gjendëruar, para se të përfundojmë sepse e kam edhe pyetjen e fundit, disa dietar thonë se fokusi i adhurimeve në këtë natë duhet të jetë leximi i Kuranit, duke mos e nënshkaluar edhe adhurime të tjera si namazi, nafile, lutje, dua, dhikri e tjerë. Thonë se pikërisht për shkak se ka zbritur Kurani duhet i përkushtohet sonde më shumë të leximit të Kuranit. Shiko, ajo është e vërtetë kjo? Jo, nuk do të kisha thonë që mu për atë. Pasi që muaj i Ramazanit është edhe muaj i Kur'anit. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, Jibrili alayhi salatu wassalam
me pejgamberin alayhi salatu vesselam e kanë përsërit Kur'anin në Ramazan. Do thotë ka përsëritën. Pejgamberi ka lexu, Xhibrili alayhi salatu vesselam ka dëgju në Ramazan e ka bë 2 herë atë. Prandaj kjo tash për shembull neve jo krejt njerëzit dinë të lexojnë Kur'an. Po shumë prej besimtarëve i dinë disa prej kaptinave shka janë që i lexojnë për ditë, po çdo ditë të shkurtave. Mirë po, ata krejt të Zotit kanë vlerë. Suratul Ikhlas, Kul huwallahu ahad, e cila është 1/3 e Kur'anit. Vlerën e ka sa 1/3 të Kur'anit. 3 herë ta lexosh. Do thotë e ke sevapin vlerën e ka sa ta bash ta lexosh krejt Kur'anin, sa ta bash një hatme. Ai i cili e lexon 3 herë gjatë natës së Kadrit, ai ka sevape sa 83 vite ka bën hatme te Zoti, padyshim. Edhe adhurime tjera si thamë, po Kur'ani është adhurim në vete. Edhe një pyetje. Për çdo shkronjë që e lexon, pra i ke nga 10 sevape, po në Ramazan. Kjo pyetje e fundit, nëse kjo pyetje e fundit. E para fundit. Është nderuar për shembull gjatë Ramazanit kemi pa kohën e fundit se këto 10 netët e fundit do thotë edhe xhamitë tona po mbushen me xhamatli, alhamdulillah, me musliman, të cilët po praktikojnë namazin e natës. Disa medhebe nuk e pëlqejnë, nuk e parapëlqejnë shembull tubimin nëpër xhamie për faljen e namazit natës. Sepse namaz natë konsiderohet edhe teravit. Pikërisht këtu është ajo diskrepanca që për shembull si duhet besimtarët, sepse po ka mendime të ndryshme. Ja, për shembull unë kam has mendime se unë nuk shkoj në falje të shtëpia, nuk kam argument për shembull se tjetri thotë jo ka argument se Muhamedi ka vepruar. Tjetri thotë nuk ka argument e kështu me radhë. Kur i reflektohesh te medhhebet, kur hallakat medhhebet shembull shef, disa medhhebe kanë pranuar për shembull se është mekruh e pa pëlqyer, disa medhhebe kanë pranuar se është e pëlqyer edhe e preferuar, madje ka dhe argumente dhe dëshmi për këtë. Ku gjenden këto për shembull? A duan besimtar nuk duhet të shumë të merren me këtë sene, mirë po për shembull vetëm se pasi po lidhen me këto 10 netët e fundit. Shiko, tash kjo nuk ka qenë praktik e pejgamberit alayhi salatu wasalam që ai e ka praktikuar në këtë formë, në këtë mënyrë. As sahabët radiallahu ta'ala anhum. E dini shumë mirë çështjen e teravive, që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka filluar faljen e teravive edhe ka ndërprer shkaku që ka pas frikë. Mos bëhet farz, mos të obligohen edhe të ngarkohen besimtarët. Në këtë rast Masandej, Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur vjen, edhe i të bën muslimanët, edhe e bën praktikën me 20 recate. 20 recate, faljen e teravive. E tash pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai ka fal namaz natë, ja vetëm në Ramazan. Pa dhe jashtë Ramazan. Jashtë Ramazanit. Ka fal, po e ka fal në vete. Zatën, namazi nafile, që janë namazet nafile, vlerën e kanë më të madhe të falen në vete, në shtëpi, se sa të falen në xhamat edhe para njerëzve. Shembull. Mirë po, dietarët ata të cilët e përkrahin mendimin se lejohet, është vepër e mirë, thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam, për një çështje për të cilën besimtarët do thotë kanë ujdi edhe bin dakord që është e mirë, kjo është që ata e kanë këtë mendim edhe veprojnë ashtu, tash mbaret se kush e merr, do thotë si bazë edhe vepron ashtu, po Allahu Zoti inshallah të gjithë e kanë mirë dhe drejt. Elhamdulillah që Zoti i ka lënë ventilet e fleksibilitetit brenda këtu. Për shembull, vetëm i rast kur fleksibilitet nuk lejon Zoti, shembull është e shahadeti. Allahu është një tauhid. Pastaj te namazi nëse i smut mundesh sharat, mundesh thrit, nëse zeqati, nëse ski his ta kërkon, për shembull haxhi nëse ski his ta kërkon, domethënë ka fleksibilitete te këto. Allahu ka ditë. O Ibrahim, një mesazh për fund. Për fund kisha lutë Allahun dhul xhelal që krejt ato që kanë kalu nga Ramazani, inshallah Zoti i ka pranuar të gjitha, të plota, pa mangësi e patmeta, se neve jemi asi
asisoj, a kemi atë natyrë, i përkryer dhe i përsosur është vetëm Zoti, po shpresojmë te Allahu t'i ketë pranuar, dhe është Zoti inshallah edhe sevapin edhe mirësitë e natës së Kadrit i arrim edhe i kemi arrit, të e lutë Zotin gjithherë që na mundson të arrim edhe shumë Ramazane tjera, edhe të adhurojmë Allahun, edhe Allahu na jap shpërblim për ato gjithë. Hoxh Ibrahim, ju falenderojmë shumë për kohën dhe udhësinë që ndat të sonte. Ne ishte kënaqësi e madhe që kishim mysafir. Faleminderit. Zoti ju shpërblet të që nderuar, inshallah do të takojmë edhe herave të tjera.